Ibn Uthejmini thot, dhe këtu shihet husnu ta'limin nabi. Me thonë, metoda perfekte e mësimit pejgamberit alayhis salam. E tregoi dispozitën, bazën e veprave. Pastaj e tregoi se si do të veprohet me vepruesit e veprave në bazë të kësaj baze. Dhe pastaj në pjesën tjetër, pejgamberi alayhis salam e bën një shembull konkret me hijretin. Thot, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Andaj thot, kush ka bo hijret për hir të Allahut dhe duke e pasuar pejgamberin e tij alayhi salatu wassalam, hijreti i tij do të shkruhet si hijret për hir të Allahut dhe si pasim i rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Ndërsa kush ka bën jetë për dunjë, për të arritur një të mirë të dunjos, ose për një grua të cilën do ta martoj, hijreti i tij do të jetë vetëm për atë për cilën e ka bërë.